Zoti Roy, si e komentoni reagimin e kryeministrit Edi Rama në raport me këtë vendim, i cili sot ka thënë se me këtë lloj qasje të drejtësisë, në këtë rast të gjykatës kushtetuese, mund të pezullohet edhe presidenti i Republikës. Në këtë rast Edi Rama ka frikë nga funksionimi i drejtësisë që mund goditet edhe ai pas Belinda Ballugut, apo është thjesht një spektakël politik i një lloj narrative që ndërton vet Edi Rama në raport me publikun dhe në raport me drejtësinë? Unë do thoya që përgjigja e pyetjes tuaje, që është pyetje e mirë menduar, është që janë të dyja. Janë të dyja aspektet e asaj që ju sapo thatë dhe tani do përpiqem ta shtjelloj. Unë mendoj që jemi në një pikë kyçe të përballjes së Parisë së Tiranës me ato që janë ndikimet e huaja SPAK. Paria e Tiranës e ka kuptuar tani më se SPAK-u do t'i shkojë deri në fund, se me gjithë kontrollin e pjesshëm që ka mbi disa struktura brenda SPAK-ut, nuk do të mund ta pengoj dot daljen e aferave, sepse siç e kemi thënë edhe këtu bashkë më parë, ajo që ka dalë është një përqindje e vogël e pislëkut që kanë bërë ata. Domethënë, Ergyes Agasi është një përqindje e vogël e asaj që mund të dalë dhe asaj që mund të shpaloset dhe mund të dalin aferat të një lloj forme të pa menduar më parë nga publiku i gjerë. Dhe e vetmja gjë që ata kanë frikë është që humbja e legitimitetit nga publiku i gjerë, që i gjithë publikut mendoj atë që duhet mendoj në gjykimin tim, atë që mendoj unë, që këta janë gjithë një pocaqëllëk i madh të bërë gjithë bashkë kundër popullit shqiptar. E vetmja mënyrë që këta bien është që të humbin legitimitetin. Ndaj, dhe ajo që janë duke bërë është që janë duke luftuar gjithë bashkë kundrejt SPAK-ut. Dalja e Edi Ramës është pjesë e detyrës tij. Këtë detyrë ka Edi Rama. Edi Rama sot është më i pushtetshëm, është një pothuaj diktator ballkanik i do thoya edhe me metoda bizantine. Dhe puna e tij është që me të gjitha format, me të gjitha mënyrat, me propagandë më së shumti, duke e bërë bardhën zezë, duke gënjur paturpsisht, të shpëtoj parinë e Tiranës. Si e shpëton parinë e Tiranës? Duke thënë që me këtë lloj drejtësie do ta ham të gjithë vëlla. Këtë është duke thënë ai. Ky është mesazhi që i jep ai drejt për drejt atyre njerëzve që i thurin ditirambe si ai kryetari i Bashkisë së Divjakës. Mesazhi për katundarin shqiptar që jep Edi Rama është kjo. Të dashur vëllezër dhe motra, po erdhi kështu puna, do ta ham të gjithë. Dhe ne nuk duam ta ham të gjithë dhe do të vazhdojmë të minojmë çdo lloj përpjekje për të pasur drejtësi reale. Ndërkohë ne po ju vjedhim nga pak, po ju e pranoni këtë punë sepse ne na keni, nuk keni njëri tjetër, kështu që më mirë t'ju vjedhim ne që jemi tanët, se sa t'na vjedhi një i huaj. Ky është mesazhi i Edi Ramës. Në fakt ky është edhe mesazhi i Sali Berishës. Në fakt ky ishte edhe mesazhi i Ilir Metës në një letër publike e cila u kalua pak si heshtërezi, po për cilën unë do të flas më gjatë në serinë e podcastit tim të radhës sot. Pra, mendoj që paria e Tiranës është tani më haptazi, ka dalë haptazi kundër kësaj drejtësie. Dhe do të përpiqet ta reformoj duke ndërtuar një drejtësi siç ajo që ishte, një drejtësi që ju konvenon atyre, që ju përshtatet atyre, që ju bën atyre punën, ku mund të bëjnë të gjithë gam, të gjithë të bërtasin dhe asgjë të mos dalë dhe të vazhdoj kjo që ka vazhduar sot. Edhe një gjë të fundit ma lejon në këtë pikën e drejtësisë, sepse ata i kanë gjetur disa mënyra për ta delegitimuar këtë drejtësinë e re. Njëra nga mënyrat është që me anë të vettingut numri i gjyqtarëve dhe gjykatësve ka rënë dhe numri i rasteve në gjykim është rritur. Dikush mund të mendojë që kjo ishte një rastësi që nuk e menduan të huajt kur bën reformën. Unë do të thoja me bindje të plot që kjo ishte një parashikim, ishte një aspekt të cilin paria e Tiranës e përdori, e dinte, e futi në rrjedh dhe e përdor duke e pasditur që përpara që do të ndodhte kjo punë, pra bllokimi i rasteve, zvarritja e tyre, zvoglimi i mundësive për qytetarin për të pasur drejtësi, ishte pikërisht arma që këta donin të përdorin dhe që po e përdorin tani, kur e pan që çdo lloj mënyre tjetër, çdo lloj manovre tjetër nuk ju funksionoi. Nisur nga argumenti juaj, a shpjegon kjo lëvizjen e fundit
sa i përket Fatmir Xhafait, i cili kërkoi të vizitonte SPAK-un dhe gjykatën e posaçme për të adresuar sugjerimet e tij në raport me sistemin e ri drejtësisë? Po sigurisht, Komisioni Xhafaj nuk është vendosur tani. Komisioni Xhafaj është vendosur para disa vite, paktën 2 vjet më duket nëse nuk gaboj me datat. Por pra, Komisioni Xhafaj nuk është një gjetje e re, nuk është që e gjetëm tani që doli vendimi për Erion Veliajn e të tjera. Komisioni Xhafaj ishte një piket që Paria e Tiranës e kishte vënë me kohë, e kishte parashikuar këtë mundësi dhe nëse do të mbrinim këtu, do dilte reforma e drejtësisë, do dilte çështja e garantizmit politik, se si mund t'i shkelen të drejtat shqiptarëve. Ky është argumenti i kryeministrit. Paturpsisht fare. Si mund t'i shkelen të drejtat shqiptarë, po si mund ta bëj drejtësia këtë punë, ti paraburgos njerëzit. Nuk i vinte keq as pak kur paraburgoseshin nënat dhe xhaxhallarët që shisnin 2 copa sallat rrugës. Në fillim të qeverisë vet thonte burg për gjithçka. Pse? Sepse nuk ishte ai që kapej. Tani që duhet kapur ai, duhet jemi garantist. Po nuk mund ta ketë argumentin nga të dyja krahët. Pavarësisht sa i Zoti e di veten, kryeministri Rama nuk mund ta marrë nga të dy anët. Në të njëjtën kohë, po të shikoni opozitën, këto fjalë që them unë nuk i thot opozita. Opozita nuk thot që pritore se nuk na duhet garantizmi, ne na duhet kapen hajdutët, se opozita ka hallin e vet. Kështu që ky është paradoksi ku gjenden shqiptarët, që ngado që ta kapësh, të dele për gërë, më falë për shprehjen. Dhe dajshet e shqiptarët janë të hutuar dhe janë të pa qartë se ku mund të shkojnë. Ndaj dhe këta bllokojnë çdo lloj tentative reale për t'i sqaruar njerëzit, çdo lloj tentative reale për t'u thënë njerëzve që kjo është e vërteta dhe përdorin propagandën e fortë, propagandën e thellë. Deri edhe te komentet e videove këta kanë njerëz të futur, të cilët përpiqen të delegjitimojnë çdo zë, cilin do lloj njeriu i cili përpiqet të thotë vërtetën. E megjithatë, unë mendoj që në fundit shqiptarët nuk janë popull budalla dhe kanë filluar ta kuptojnë që këta nuk vlejnë më dhe që këtyre ju ka mbaruar ajo që është legitimiteti dhe këta duhet ose të lëshojnë skenën ose t'i largojmë, se ndryshe nuk ka zgjidhje tjetër. Në këtë rast, pas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe tashmë paralelisht gjendet edhe kërkesa e SPAK-ut që kërkon heqjen e imunitetit për Belinda Ballokun, a mendoni se kuvendi, po në këtë rast edhe Edi Rama, do të bëjnë lëshimet e tyre në raport me Belinda Ballokun, gjë e cila mund t'i hap rrugën arrestimit të saj? Aspekti i tretë i asaj që ishte vendimi i gjykatës kushtetuese është pikërisht kjo, që kjo i volit edhe Edi Ramës si figurë politike, sepse në të njëjtën kohë mban peng SPAK-un duke mos dhënë dakordsinë për heqjen e imunitetit, mban peng edhe Belinda Ballokun duke e lënë gjithsesi në dorë të një votimin parlament të cilin ai e kontrollon me një SMS të përgjithshme që ju çon të gjithëve. Deputetët tanë kanë aq integritet sa që me një SMS të kryetarit vrapojnë sikur të jenë duke luajtur në kazino diku në Malzi, ata për 1 orë ikën në Tiranë, vinë me 180 km/h për të votuar sepse ju ka thënë kryetari. Kështu që ajo që ndodh është që Edi Rama është tani më komod me këtë vendim. Belinda Ballokun e mban peng. Unë nuk besoj që do të ketë heqje të imunitetit, unë mendoj që do të zgjatet kjo punë, nuk ka asnjë shans që të hiqet imuniteti, sepse po ju hoq imuniteti Ballokut, për çfarë do protestoj kjo e shkreta opozit, e cila mezi po i mbledh njerëzit dhe po përpiqet ti gënjej duke u thënë që ne po luftojmë korrupsionin. Deri tani kauza e tyre është Balloku. Nuk flasin më për Erion Veliajn ta. Do të thotë që korrupsioni i Erion Velias pas ka qenë më pak i dëmshëm. Nuk flasin më për atë ish ministrin e financave, që dhe ai hajdut ishte, dhe hajdut mbetet, pavarësisht se me frytet e vjedhjes që i ka bërë shqiptarëve jeton sot në Zvicër dhe i ka dalë kundër Edi Ramës. Çrëndsi ka kujt i ka dalë kundër? Një hajdut është një hajdut, një hajn është një hajn. Kush ka vjedhur popullin shqiptar është hajn. Dhe nuk i dëgjon më, sepse ju volit tani më që Ahmetaj del në për studio televizive dhe ju jep këtyre municion thjesht për të bërë, siç thash më parë, gam. Pra nuk kanë asgjë realisht askush. Ndaj dhe unë mendoj që zoti Rama është shumë komod dhe nuk ka për ta lëshuar zonjën Balloku, sepse ju jep dhe një kock
opozitës për të dalë në protesta, të gjithë janë të kënaqur. Duhet ajo që është interesante është duhet parë që çfarë reagimi real në fakte, në veprime do të ketë ajo letra e Ilir Metës, sepse nuk ishte letër e vogël, ajo ishte letër që Ilir Meta praktikisht ju tregonte të gjithëve që pavarësisht se është në burg ka ende shumë fishek tek automatiku që ka dhe nëse flet Ilir Meta bëhet nami. Unë shpresoj në fakt i bëj thirrje ish kryeministrit dhe ish presidentit që ta gjej Muje Ulqinakun brenda vetes, jo thjesht për mediatizim, po ta gjej aty ku është, ta gjej tamam dhe dalë dhe të flasë, të tregoj shqiptarëve, duke filluar nga vetja, të drejtoj gishtin nga vetja, të po unë kam vjedhur, por kështu ka vjedhur edhe Edi Rama, Sali Berisha, njerëzit e tyre të afërm, familjarët e tyre, këtu është bërë një mafja, të dalë Ilir Meta dhe bëhet heroi shqiptar. Pavarësisht se ka vjedhur, pavarësisht se ka bërë gjithçka, nëse ai vetë sakrifikohet politikisht, ai bëhet heroi shqiptarëve. Ndoshta bëhet dhe ardhmja e shqiptarëve nëse e bën këtë gjë. Po nuk shpresoj shumë tek integriteti i tyre sepse këta kanë hyrë në politikë për para dhe do dalin nga politika duke ruajtur parat. Duke përpjekur të ruajnë parat. Në këtë rast, duke u dalur edhe te letra e Ilir Metës, i cili referoi ngjarjeve të vrasjes së Azem Hajdarit, por më gjërësisht asaj çfarë ndodhi më 21 janar të 2011-s. Ju si mendoni, çfarë kishte si synim kryesor letra e Ilir Metës që adresohej në publik dhe çfarë mendoni se mund të fshihet pas saj dhe nga ana tjetër, a di shumë Ilir Meta sa i përket dosjeve të nxehta qoftë për Sali Berishën, por qoftë ashtu edhe për Edi Ramën? Pikës pari, unë mendoj që letra nuk i adresoj publikut. Po të ishte për publikun, Ilir Meta do ishte njëri nga 3 shtyllat e politikës shqiptare dhe do të vazhdonte të bënte varavingo sa djath tas majtas dhe do bënte ca parat mira si për veten edhe për atë 10% e elektoratit të cilën ai e merrte duke i shitur dhe bler votën. Por unë mendoj që Ilir Meta atë letër e kishte për persona specifik brenda Parisë së Tiranës, për persona të njohur dhe ndoshta edhe të panjohur, njerëz që i luajnë fiet nga mbrapa perdeve që nuk janë të njohur për publikun e gjerë, dhe të cilëve ai po ju thonte që në gjykimin tim, se unë nuk mund ta di se ç'ka menduar Ilir Meta sigurisht, por bazuar në analizë, unë mendoj që Ilir Meta po mprehte dhëmbët duke ju thënë që unë nuk jam i mbaruar, ju mendoni se unë jam i mbaruar, ju keni hapur fjalët në Tiranë që unë jam i mbaruar, dhe ndoshta politikisht edhe mundet të jetë i mbaruar zoti Meta, por ai ende ka fishek, ai ende ka dije dhe dijenit mëdha sepse ka qenë pjesë e llumit të Parisë Tiranës duke filluar që nga dita e parë. Le të mos harrojmë që i ka disa merita Ilir Meta. Njëra nga ato merita është që ka qenë pjesë e lëvizjes studentore shqiptare, pra Ilir Meta ka qenë që në fillim të ndryshimeve, pavarësisht se si është sjell, pavarësisht se si është bërë vegël, pavarësisht se ka pasur dhe interesat e veta, pavarësisht se çfarë ka bërë, çfarë ka vjedhur etj. Gjithsesi meritën e të qenit në atë fillim të ndryshimit e ka pasur, e megjithatë pastaj rruga e tij u devijua dhe shkoi drejt asaj që Paria e Tiranës kërkonte, që është hajnia dhe pasurimi dhe rivendosja e strukturës sunduese të ish partisë së vjetër, partisë punës, me kushtet e reja.